Cila është pozita e namazit në sunetin e të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu si përmendëm fillim shumë vene, ashtu si përmendën shumë vene në Kur'an, edhe në sunet i ki shumë. Po si është një ibadet madhështor, kjo i bie që pejgamberi e ka përmendur shumë vene, në shumë modon situata. Do të mëmojmë disa hadithe, ta shohim pozitën e namazit në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ne e kemi traditë e suneti, e ka traditë çdo çështje fillimisht shikojmë Kur'anin. Po. Kjo është burimi jon numër 1. Tani kthehemi te suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Numër 2. Tani shikojmë sahabët që kanë thonë, gjërat e para. Tani shikojmë ulemat e mëdhëve që kanë thonë, kështu ne ndërtemi dinin thonë. Po, kjo kështu është Islami, jo sikur do çka kanë dalë në TikTok veç Kur'an thënë. Veç Kur'an. Kjo është gabim, më thonë. Pa atyre, s'ka është. Po, më thonë, kjo është çështje ata çka thonë, e përmendën fillim as-salat. Ata marrin thonë në Kur'an është përmend namazi. Është më pesë, ka thonë kush ne pesë ditë po lutmi. S'ka nevojë me bëu ruku, se kush shkon Kur'an. I themi, nuk shkon ndoshta në Kur'an detaj namaz, por kemi në sunet. Po, ndër. Sunet është përshku komplet detaje si falet namazi. Ti nëse shkut më thonë Kur'anin për sunetit, ti shumë gjërat ka me tik për islamit. E vërtet. Se ki libër nuk ka zbrit pa pejgamber. Pse Allah mos që pas nevojë për sunet, atë siç dash më aqu pejgamberi selam Kur'anin. Më zbrit. Më aqu belon që dikuni mesin e njerëzve Kur'anin, marrë se me laçë Xhibrili me lon Kur'anin dikuni në xhami edhe me hec. Po. Pa e ka thënë Allahu Kur'anin, më thon në mesin e njerëzve, në një njerëz që është njerëz, Muhamedi sa është pejgamber, po është edhe njerëz në të kohë. Ai ka hon, ka pi, ka flet, është martu, ose smu, si këtë njerëz të tjerë. Me qenë shembull për neve. Me pa në çka i bën namazin Kur'an, çish duhet më u fal. Për kjo është, për asnjë neve shumë na intereson suneti pejgamberi sa çka ka thonë për namazin. Edhe kjo është burimi jon, një ndër burimet e sunetit. Si tash ka shumë, do të më mundon disa prej tyre. Hadithi më madhështor kryesorin këtë meselë është hadithi pejgamberi ka thonë bunja al-islamu ala khams. Islami është do të mbi 5 shtylla. Pejgamberi thotë an yuwahidullah, ta njësoni Allahun. Wa iqamis salah, ta falni namazin, që mbien mas shahadetit, mas tauhidit. Wa ita'i zakat, ta jepni zakatin, wa siyami ramadan, ta agjëroni muajin e Ramazanit edhe wal hajj, edhe ta kryeni haxhin. Kjo hadithi më thonë është shumë që një ndër shtyllat e Islamit që nga edhe namazi. Ulemat interesant kur folin për shtyllat e Islamit, thonë namaz mrena i kemi këta 4 shtylla tjera. Çka i bie kjo? Shahadetin ku e kemi namaz? E përsëritmi në tejat. Ai në vërtet më thonë, për më bodu kush musliman ne duhet më thonë fillimisht ai pakon namaz. Por në namaz më thonë ja përkujtojmë vetes më thonë në teshehud, themi atë pasi që lezojmë tejatin, lezojmë edhe shahadetin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pra më thon namaz mrena, ka shahadet. Po. Tani më thon namazi, si do të ditë, është praktik. Zekati çish namaz, a ka zekat mrena namaz? Ka. Thonë ulemaja, njeriu për me fitu pasuri, që marr në fund me dhon zekat, i duhet kohë. Apo më thon, pa do kohë që me fitu pasurisë, nuk smush marritë me dhon zekat. E kjo që është një ndër mjetet kryesor për me fitu pasuri që është koha, te e kida. Për shka kida? Për namaz. Sikur ti më thonë praktikisht, më thonë, nga ajo që ku është parja, ku është, më thonë, ti e kilon gjys, edhe i këthi Allah të ki fa namaz, kjo është për forma zeqat. Ti më thonë, pjasoj pasurije që i kisinu zeqat me thonë, i ke thonë, dështu, unë kam dhejtë si ka i vakti namaz, unë nala. Kjo praktikisht është sikur dhe ke thonë zeqatin. Ku kemi agjerim, kemi agjerim. Se një ndër meselet gjatë namazin ndalohet haja dhe pija. Po. Ndalohen marrëdhëniet intime, që është agjërimi ka këta. Ndalohet me vëmë muhabet. Pse se ti sikur je lidh me Zotin. Pra ka në farmënire agjërim mrena namazit. Haxhi pse? Haxhin e 5 ditë ka kthemi më thonë. Ka kibla, një ndër kushtet e namazit është kthimi ka kibla. Pra shikon namazi sikur këta shtyllat i lidh më thonë. Ti ripërtrin zemrën tënde. Imanin e besimtarit ripërtrin këta shtylla tjera që janë edhe katë tjera. Pra kjo është një ndër hadithe kryesore që flet për këtë meselë, pra bunja al-islam ala khams. Islami është me 5 shtylla. Kjo është një ndër hadithe. Një hadith tjetër, namazin shumë do hadithe e ka veç një ta përmendi, e ka përmend që namazin është pastrim nga gjunahet. Pra falja jonë e namazit është sebeb Allah me ti fal gjunahet. Është një hadith interesant, transmeton Imam Buhariu. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum." Pra sa ka thonë shemb. Çfarë mendoni ka thonë sahabëve nëse njëri nga ju e ka
pranë shtëpisë ka një lum, një rrekë. Yaghtasilu minhu kulli yawmin 5 marrat. Edhe çka lumi lahet 5 herë në ditë. Çfarë mendoni për çka lum? Edhe kanë besam hal yabqa min danasihi shay. A thuaj ti beson që është la 5 herë në ditë të çka lumi, i mbet diçka nga llomet e që mund njëri mu fliq. Sahabë ka thonë qalu la yabqa min danasihi shay ya Rasulullah. Si mbet asgjë ja Rasulullah nëse la dëmën pinëve 5 herë në ditë të një lum. Ka thonë besam fadhalika mathalu as-salawat al-khams. Ka thonë kështu është shembulli 5 kohët namazit. Ka thonë besam yamhu Allahu bihinna al-khataya. Allah me këta 5 namaze vashtin juve gjunahet. Ka hadithe të tjera që më thonë që ka thonë besam për namazin tjetër është pastrim. Kjo pipi ka hoq sikur një njeri i cili ta thjeshtsojmë pak që ta kuptojnë hadithin më mirë. Gjithë ditën rri rreth plazhës, edhe lahet, a është i paçt s'ka. Apo të ç'është i vika. Vërtet, bashkë ashtu më. Më thonë namazi është një këtu e kemi të abdesin nisë. As ka thonë besam njeri kur merr abdes. Ashtu që shpjegojnë ata nga gjymtyrët kur moku i lami për abdes, ashtu si shpjegon ujë, ashtu bin gjunat ka thonë besam. Edhe abdesti. Pra jo, se është pjesë e namazit. Po da. Pa abdes nuk ka namaz. Pra kjo është një ndër hadithe që flet për peshën që më thonë edhe që është sebeb Allah më na fal gjunat. Alhamdulillah. Ky është hadithi i dytë. Hadithi i tretë janë do hadithe interesant. Pejgamberi ka përmendur që ai që s'fal namaz rrezikohet mu cilësu edhe sikur jo besimtar. Mëna, pse kështu ne? Do të thosh çka mund të kon namaz me jo besim. Ne dina se vepra nëse njëri e bën gjunal nuk del nga imani. Kështu është kjo rregull e sunetit. Po pse ndo hadithe e shohim, pejgamberi ka përmendur që lënia e namazit është sebeb njeriu me dalë edhe për imanit. Shembull më mirë në Kur'an e kemi rastin e iblisit. Në dina rastin kur Allah ka krijuar Ademin alayhis salam, ka thonë birin sejdën shenjë respektit. Nuk pranoi iblisi. Tregoi me masi dhe i tha o Zot unë jam i krijuar prej zjarmit, Ademi është krijuar prej lloçit. Tha iblisi zjarri është më i mirë se sa lloçi. Kështu që tregon një çfarë arsye, po kjo arsye pranuar. Edhe tregon me masi. Ulema e thonë një që s'fal namaz, 5 ditë thirrë zoni, hayya as-salah, hayya al-falah. Ka një çfarë hise të menjëmasijes. Pra më dikush me thiti 5 ditë, eja. Jo vesh një ditë me vite, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, sa ka qenë gjallë, e kanë dëgjuar thirrjen e Zotit, hayya as-salah, hayya al-falah. Edhe ti nuk i përgjigjesh se thirrje, ka tregon diçka. Një ndër hadithe që janë një dy hadithe, ta shohim, pejgamberi ka cilësu ai që nuk falet, që ka rënë më thon kufër. Ka thënë pejgamberi inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal-kufri tarku as-salah. Mes shirkut dhe kufrit është ndenja namazit. Një vi që ndon ti kanë më thonë që bot jo besimtar është çështja e namazit. Në hadith tjetër thotë pejgamberi al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ka thotë kontrata mes neve dhe jo besimtar është namazi. Ai që le atë e ka prish kontratën. Subhanallah. Ulemat më thonë kur ndalën mbi tregu këto hadithe, tani këtu i kemi dy mendime të ulemave. Që kanë trajtuar, na intereson këta, se dikush mund me marrë kështu bukfan këto hadithe dhe me thonë që e një filoni sfaret qafir kanë. Nuk është kështu kjo çështje. Ulemat e sunetit kur i ndalën janë rëzën këto hadithe edhe thonë çka ka pas përshtypjen me kufrin që është përmendur në këto hadithe. Një ndër kuptimet është kufri i vogël. Ne dina se kufri janë dy lloje. Kufri që çet për imanit, edhe kufri që është i vogël që nuk çet as gjuna i madh, po nuk e çet personin nga Islami. E kanë thonë këto hadithe flasin për kufrin e vogël. Pra çështja e namazit nuk është e vogël. Më thonë çfarë mënyrë është kufri, në çfarë mënyrë masi tregohet, por nuk e kanë nxjerr personin nga imani. E këtë mendim e ka shumica dietarëve. Këtu hin medhebi Hanefi, hin Maliki, Shafi, por të Hanbelit është një mendim ndryshe, ata kanë marrë kështu bukfanda. Kanë thonë kush e le qoftë edhe një namaz, ka për tyre që kanë. Ka do kanë thonë kush e le këtë namazet. Ai më thonë del pifes me këtë hadith që i përmendëm. Pra është një çështje e diskutuar mes dietarëve. Mjafton mos me kon pjesë këtë debatit me fol namaz. Sa qëllimi kjo ishte, pse përmendan. Po da. Me ta dhon atë pozitën në zemrën tënde, ulemat ta kanë diskutuar çështën tënde. Ai alo pjesë e Islamit nuk i nëse nuk falesh. Sepse shumica janë e ulemave që një nuk del nga fe. Është mëkat i madh, nuk krahasot. Bilash pikë mëkat më të mëdha se këtë gjëra të tjera.
Kështu ka ulema që ata. Se me pirakije, se zinoj. Mendoj, ndoshta shumë më të madhe, shumë ndoshta dukesh me pi një gotë me pi alkool, është shumë më të madhe, sa dukesh të kalon sot asnjë si bëna asë kena gala as nuk e këshillon ndoshta më fal. Sepse kjo është më e madhe se kjo tjetra. Domethënë, mos falja e një namazit është gjuna më e madhe se sa me pi vodka raki shembull. Vërtet kjo është. Stak. Vërtet. Po kjo do të thotë që ne e normalizojmë çështën e alkoolit. Po do. Vallai, kështu që ka thonë unë po fala, kështu që i bie këtë qenë të bani. Po do. Kjo nuk është. Do të pas, kjo mund të thonë hile shejtanit. Hile shejtanit. Deri te po do mos i kanë kështu. Mos i kanë unë po fala, mos unë e bësh më të punë më të madhe në Islam, këto qetë unë s'pas më gale pse i bëjmë. Kjo shiko, e përmend që themi që në herën dëgjojmë do muhabete dikush i ndëgjon këtë hadith, i thon filoni ti e qafi. Rregull, ka ulema që kanë thonë, por edhe nëse jeni atë mendimi që bëhet njëri qafir, ka këtu procedurë kush duhet më thonë ti e qafir. Gjykata islame. Ne na thirrës. Ne duhet më nxit njerëz për namaz. Absolutisht. Ajo gjykatë ne gabën atë dotrim, atë vullneti që kanë atë dashamirësinë që kanë për Islamin, mundon edhe më thonë në këtë formë, më thonë me gjyku njerëz. Ja, ne na thirrës, duhet marrë këtë. Për sa Mekë ishte thirrës. Në Medinë kur e boni vendin e vet, shtetin e vet, atëherë më thonë mul masa të ndryshme. Më thonë dënimit, kurse gjatë periudhës Mekase, për sa boni sabër. I thirrte njerëz natë ditë. Edhe ne, nëse familjen tonë nuk fare dikush, nga kush do që janë shok, ne duhet më insistu jo me gjyku njerëz të çafë, kështu që më thonë lene u rahatova që e bona çafë dhe kështu që ne tecë më thonë. Po. Jo, më kundazi ne këton ne ta shërbej neve që me kap atë madhështinë e namazit. Kjo është një ndër hadithet. Hadithi tjetër për kiametin. Më thonë për të regon me një hadith që puna e parë që do të pitë njëri në ahiret, në mahsher, që është një ndër kushtet e imanit, besimin në ahiret, është çështja e namazit. Si do pyet ato? Subhanallahu. Çështja e hadithit do ta citoj hadithin. Po, citoj. Është interesant, më thonë për ka përmend detaje që ka më pyet njeriu në ahiret. Ka thonë pejgamberi selam, sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasibu an-nasu bi yawm al-qiyamah min a'mal as-salah. Puna e parë ka thonë pejgamberi selam që do të pyet njeriu nga veprat që ka bën në dunjë është namazi. E thotë pejgamberi selam, yaqulu rabbuna azza wa jalla, që është forma. Allah ka të thotë azza wa jalla al-malaikatu wa huwa a'lam. Do të thotë Zoti subhanahu wa taala melaqeve. Çfarë do të thotë? Undhuru min salati abdi atammaha am naqasaha. Allah do të thotë melaqeve. O melaqet e mia, shikoni robi im, ai ka plotsuar namaz apo nuk i ka plotsuar. Kjo do të thotë formas e pyetjes. Dhe namazet e këtë jetës. Po, këtë jetës, çfarë dashojmë? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan. Nëse ka bëu tamam krejt, i ka fal. Pa mangësi, thot aty do të plotësohet, do ketë problem. Wa in kanat intaqasa minha shay'an, po nëse ka ndodhur që i kanë hikë namazë, ka thonë besëm, atë Allah ka menduri ka më thonën, undhuru hal li abdi min tatawu. Shikoni robim farzët pas kanë mangësi, po shikoni a ka dini nafile, dini vepër vullnetare, dini namaz vullnetar ka. Fa in kan lahu tatawu, Allah ka më thonë, nëse ka dini nafile, atimmu li abdi faridata. Atë merren këtë nafile dhe shtjeni te kategoria e farzëve. Ja si e thonë ulemaja, nafilet në ditën e kiametit do të shndron farzën ato farzë që si ke falë. Këtë arsye kanë të në shërben si mësim për neve, me smiron sunetet e namazeve. E sidomos ata 12 sunete që janë para namazit dhe mbas namazit, edhe ka vazhduar wa tu'khadhu al-a'mal ala dhakum. Dhe kështu në këtë formë thonë njeriu mbas namazit ka më vazhdu pyetje të tjera. Nëse ka më pas lehtë të çështja e namazit, mbrapa ka pas edhe më lehtë. Po nëse të namazit ka më dështuar, mbrapa ka pas edhe më vështirë. Jo, domethënë thirrja është me i fal sunetet. Sabah i ka 2 sunet dy rekat. Dreka i ka 4 para, 4 mbrapa, po. Edhe 2 mbrapa. 2 mbrapa, po. I qinia njëjtë ashtu, akshami i dina yatsia këtë sunet. Është këto sunete, për këto sunete nuk do të pyetemi ditën e gjykimit. Pse i keni fal ose pse s'e keni fal? Shto desha me tregu këtë detaj. Po menda sunetet nuk kanë një kategori. Kemi sunetet të forta, që po as njerëz si kalon, ka sunetet që na përson i kalon. Këto ulemati thonë sunetet muakkede, sunetet të forta dhe sunet ghairi muakkede, jo të forta. Çfarë bie kjo? Sunetet të forta janë ato 12. Këto 12 janë 2 sabahit para farzit, janë 4 para drekës dhe 2 mas drekës, sabahën, 6 dhe 2 8.
2 mas akşamit 10, 2 mas yatjes këta janë 12. Këta janë të forta. Këta janë sunetet e forta. Nëse si fal nuk dënohesh. Nuk dënohesh, po. A nëse i fal në ditë gjykimit fars shpërblet. Allah të shpërblet, ti ka bezon fal. Bile për asaj thonë në hadith kush i fal 12 rekate me ditën e natës, Allahu ja ndërton një shtëpi në xhenet. Allahu akbar. Po më thënë po në shtëpi në dunjë sa hekim. Sa hekim më thon. Mo kush i fal 12 rekate këta. Kurse për sunetet e kindijes, katër që janë para, ka një hadith, pra se ka thonë kush i fal 4 sunete para kindijes, Allah e mëshirof, ka po luti për sa, por nuk janë kategorinë e këtyre sunete. Ata 12 janë më të forta. Si tham fillim, nëse nuk i fal dikush nuk ka dënim. Dënimi është e farzët. Pasi ne themi i dajmë të janë farzët, të janë sunete. Pasi s'mund në herë, s'mos me ata trit, s'mos me ata fillestar që janë edhe moshuar, në herë ku vot mohabet sa i ka drejka, i themi 10 recat. Do të bank shumë mja akuzu këtë tallet. Po më thoni ki 4 fas që pa qarë dush më i fal, të tjerat nëse i fal Allah e shpërbleft. Ki boli punë të madhe. Ama mos i lek ta 4, se me këta 4 ka dënim. Do të më bëni çfarë detaj, jo kështu mi lidh sa ka jacia i ka 13 recate. Rregullash, por tregohet se janë farze. Po nda. Sot janë sunete që me ditë më thon nëse të bëjmë puna ille e di këtë me elon. Ela që nuk ka dënim. Me elon farzën e jacis ka dënim. Për këtë arsye duhet me hinë në detaj, me shpjeguar njerit cila është obligative, sa nuk është obligative. Kjo ishte më. Kjo është një ndër hadithe pra pyetja e parë në mahsher pas me qenë namazi. Para se me përfundu, do të thonë edhe nafile tjera është mirë me fal, 2+2. Po. Jashtë suneteve, apo? Nafile tjera shka më thonë janë shumë të katë lloje. Sikur namazit duhas. Që falet më thonë mos i lind dielli, edhe ngritet një shtis, që i bën më thonë mos i lind dielli 20 minuta ose gjysmë sati. Deri para drekës kjo në këtë kohë më thonë është mirë mi fal 2 rekate ose 4 namaz duhas, që ka shpërblimin e madh. Po. Për asa ka thonë për këtë namaz, kush njeriu në trupin e tij ka 360.000. Po çdo një do të thonë ditë nga një sadaka. Edhe ka thonë për asa ai cili i fal 2 rekate duhas, i bën sikur ka thonë 360 sadaka. Është një ibadet madhështor. Po prap i themi sunetash. Ka tani sunete kur himi në xhami, te atë mesjid. Xhamia njeriu përshëndetet me selam, kurse xhamia përshëndetet me namaz. I fal 2 rekate namaz. Kemi namazin e natës, kemi namazin e taravijes, Ramazan. Nga 2 rekate apo? Ato ka 2 falem. Kjo është se mos për namazin e natës, ka thonë salatul leili mesna. Namazin e natës falet në 2 nga 2. Kjo më thonë është potencuar që është nga 2 rekate. Po, vazhdo. Po. Kjo është një hadith. Hadithi tjetër, do shumë një hadith thash, çfarë vlerë ka i cili është i kujdesshëm, i fali 5. Çfarë premtoi Zoti për gjineri? Në hadithin e pejgamberit. Pejgamberi thotë: "Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala al-ibad." Pejgamberi Allahu e ka bë obligim për robët e tij 5 vakte namaz. Faman jaa bihinna, ai cili ka marrë ditën e Kiamet me këta 5 namaze, lam yudayyi minhunna shay'an istighfafan bihaqqihinna. Dhe ka fal 5 nuk kalon asnjë mangët, asnjë namaz. Çka ka thonë? Allah ka thonë premtim. Kana lahu 'inda Allahi ahdun an yudkhiluhu al-janna. Allah thotë ka bë premtim, ka premtuar Zoti që me shtikit person në xhenet. Allahu akbar. Sa ka përgëzim. Përgëzoni jo që e falni namazin. Shirni hadithin, ku mos mu gëzu. Alhamdulillah. Allah më thonë ka premtuar. Allah premtimin e thën. Ne ndoshta e themi. Ne me njerëz. Po ne mo për ne. Me fjalë ndonjë me njerëz. Po Allah ku thotë për ne gjë, vallahi është hak dhe vërtet. Kjo do të më na nxit neve edhe mu përgëzu. Mu çu sa me fal namazin e drekën e qinin e akshamin e yacien. Shkojmë te hadithi tjetër, që u përmend që me sa po na ka premtuar që ka xhenet. Edhe vazhdon hadithi, thonë sa wa man lam yati bihinna falaysa lahu inda Allah ahdun in sha'a adhabahu wa in sha'a adkhalahu al-janna. Valla. Tu thot vazhdon hadithi thot ai si nuk vjen me këta 5. Nëse do Allahu thot e dënon, nëse do Zoti subhanahu wa taala është i xhenet. Është këtu është një ndër hadithet që flasin që lënsi namazit nuk di ka për imanit. Se për me edhe për atë pas ka shpresë. Pas ka shpresë. Super. Hadithi janë sahih. Po, hadithi sahih është, më thonë. Kjo është një ndër hadithe që ulemat që e thonë mendimin që e kanë që emron atë mendimin që lënsi namaz nuk do nga imani, kanë një ndër hadithe, është kjo hadith. Një ndër argumentet e pas kanë çka hadith. Që ka thonë sa nëse do Allah e dënon, nëse do nuk e dënon. Është në xhenet më. Kjo i bë kjo çështja është madhore, ibadet, ne s'po themi që nuk ka asgjë namazi, por nuk e marr me guximin mi thon dikujt na kafir. Kjo është një ndër hadithet. Kjo është një hadith që na shërben edhe na nxit për mi fal 5 vakte.
Shta do ta përmendim një hadith për atë cili përmendëm fillim më herët, thamë që kush i fal 5 vakte i run ato namaze. E fal formën e duhur. Ka thënë pejgamberi në hadith sahih, sallallahu alaihi wasallam, men hafadha alayha, kush i run këto namaze, në atë formë që thash niyeti, forma këtu. Ka thënë pejgamberi kanat lahu nurun, ditën e kiametit ky person do të ketë dritë, nur. Wa burhanan, argument, wa najatan, edhe shpëtim. Ila yawm al-qiyamah do ketë këto vlera në ditën e kiametit. Edhe thotë pejgamberi wa man lam yuhafiz alayha, edhe kush nuk i run këto namaze, lem yakun lahu nurun, zot këtë dritë ditën e gjykimit, wala burhanun, as nuk ka argument me çka me dorë para Zotit, wala najat, edhe nuk ka shpëtim. Shiko, këtu një detaj tani shumë interesant. E thotë pejgamberi wa kana yawmul qiyamah ma Firaun, ai se nuk është fal. Thotë pejgamberi ka me qenë bashkë me Firaunin ditën e gjykimit. Subhanallah. Pse me Firaunin? Njërin më të keq në botë apo? Po, njëri më të keq. Pse? Se pozita ishte shkak që e kundërshtoi Musa alayhis. Këtu në mos thonë nëse të ka largu pozita, ti je kryetar shteti ose diçka tjetër, edhe të ka qenë pengesë që se ke fal namazin, ki morin gjallë me këtë, me Firaunin. Dëgjoni ju politikan të këtë partive. Dëgjoni hadithin. Do me thonë, me Firaunin mund i morin gjallë nëse nuk e falë në namazin. Vazhdon hadithin wa Haman. Ka morin gjallë disa me Hamanin. Pse? Ka qenë më nën udhësinë e Firaunit. Si ka qenë afër, si zavensi i Firaunit. Ai cili, është afër një kryetarit, edhe ja kryen shërbimet e tij dhe bëhet sebeb atë shërbime dhe ik namazi, ringjallë me Hamanin. Hamani kush është? Hamani është ai personi më afër i Firaunit. Edhe ai zullumqtar. Edhe ai bashkë me Firaunin, E kush nuk i fal namaz dhe bëhet sebeb, që pozitën që e ka ose shërbimet që i ka me kryetarin, ato që janë afër kryetarit, shërbëtor, Edhe këta nëse nuk falen, për shkak kësaj pozitës, ringjallë me këta njerëz. Vazhdon hadithi wa Qarun. Edhe disa kanë ringjallë me Qarunin, pse? Se Qaruni ishte shkak pasuria që nuk i besoi Musait. Kështu thonë ulema, nëse bëhet sebeb për dikan pasuria i ik namazi, për shkak pasurisë, ringjallë me Qarunin. Kjo po i shkon biznesmena. Edhe Ubej ibn Khalef, thotë pastaj disa kanë ringjallë me Ubej ibn Khalefin, që është një tregtar i famshëm. Edhe ky tregtar. Edhe ky një tregtar i famshëm, edhe ky ka qenë sebeb tregtia që s'ka besuar interesi i dunjos. E kështu që ulema thonë për çdo ka i cili bëhet sebeb tregtia dhe i ikit namazet, tu dash ha më tepër me mrije, s'ka vakt për namaz, ka vakt për çdo biznes me bë, për namaz nuk ka vakt. E ky person do të ringjallë me Ubej ibn Khalefin. Pra është një hadith shumë të shtues. E çka hadithi tjetër shërben për mendimin e këtyre që thonë njëri mund me ta vi imanin. Se mund ringjallë me Qarunin, me Firaunin, mund ringjallë me këta njerëz, këto kanë qenë jo besimtar. Edhe ata jo besimtar Kanë qenë kun. Tasi kjo është ja ditën shumë kërcënues. Allah më na rujtë na vëdësoj për madhështinë e namazit.